Tetori roz është muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit që synon rritjen e kujdesit dhe vëmendjes për diagnostikim të hershëm dhe trajtim në kohë të këtyre diagnozave. Kryeministri Edi Rama përcolli në rrjetet sociale mesazhet e 3 kampionëve të sportit në disiplinat e atletikës, peshngritjes dhe boksit, ndërsa ritheksoi thirrjen e vazhdueshme për të bërë mamografi falas. Atletja Luiza Gega, kampione e Europës në atletik, tha se tetori roz është një kujtesë për të gjithë ata se shëndeti është gara më e rëndësishme që mund të fitojmë. Tetori roz është kujtesë për të gjitha ne që shëndeti është gara më e rëndësishme që mund të fitojmë. Jam mësuar të vrapoj gjithmonë pas qëllimeve, por asnjë fitore nuk ka kuptim pa kujdesin për veten. Kontrolli i gjirit nuk është frikë, është forcë, është një hap i vogël që mund të shpëtojë jetë. Enkileda Carja, kampione e Europës në peshngritje, ju bashkua këtij apeli për të gjithë gratë dhe vajzat të kryejnë mamografi falas. Gjithashtu, edhe Esmeralda Novruza, fituese e medaljes së bronz, ka dhënë mesazhin e saj në lidhje me ruajtjen e shëndetit për gruan. Shkritja mëson çdo ditë se si të ngrem më shumë, por ka një peshë që duhet ta ndajmë të gjitha, atë të përgjegjësisht për shëndetin tonë. Tetori roz më kujton se forca nuk është vetëm fizike. Është forcë të përballesh me frikën, të mos anashkalosh shëndetin, të kujdesesh për trupin që të mban në këmbë çdo ditë. Bëje për veten, për ata që të duam, për jetën. Një kontroll i vogël sot mund të shpëtojë nga një peshë e rëndë nesër. Tetori është muaji që kujtojmë se forca nuk matet vetëm në ring, por edhe me guximin për të kujdesur për veten. Si boksiere, çdo ditë luftoj për të qenë më fort mendërisht edhe fizikisht, por betejë më e rëndësishme është ajo për shëndetin tonë. Kanceri i gjirit nuk zgjedh moshë, profesion apo stil jete. Prandaj, kontrolli i rregullt është një raund që secila prej nesh duhet ta fitojë. Ajo pohoi se kanceri i gjirit nuk zgjedh moshë, profesion apo stil jete. Prandaj, kontrolli i rregullt është një raund që secila prej nesh duhet ta fitojë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka shtrirë fushatën e saj sensibilizuese jo vetëm në tetor, por përgjatë gjithë vitit përmes mamografive stacionare apo njësive lëvizëse në qytete të ndryshme të vendit. Gjithashtu nëpërmjet portalit ILBNJA, çdo grua apo vajzë vendos për orarin dhe vendin e kryerjes së mamografisë, duke planifikuar më herët atë.